mbi turistninë e të mërshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi. Kjo është një fenomen i cili ka marrë për masa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë. Unë besoj që fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e fundit të qeverisë së Republikës Kosovës mbi turistninë e të mërshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi, që pa tjetër ta votojnë listën sërbe dhe as këtjetër, dhe masat që po i ndërmerr Serbia duke i përcjell edhe rrjetet sociale të secilit zyrtar shtetëror, të secilës figurë publike, të secilit politikan serb që ndonjëherë ndokund ka garuar, me të vërtetë janë alarmuese. Dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar prej vetë ankesave të serbëve të Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë për masa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeminist. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe, shkëputje të mjeteve të ndryshme financiare, ose të çfarë do mbështetje që ata kanë marrë nga Serbia, ndonjëherë me kushtëzimin që të rreshtohen, thosë bëhet fjalë për ushtri në kohë të lufte në radhët e listës serbe. Në anën tjetër, ju e dini që Serbia mundohet që vazhdimisht të ketë elementet të saj nëpërmjet së cilës dëshiron të krijojë dualizma shtetëror brenda territorit tonë të Republikës, sa i përket funksionimit të institucioneve, sa i përket shërbimeve publike dhe natyrisht që ato janë veprime ilegale në shtetin tonë të pavarur. Republika Demokratike dhe Parlamentare e Kosovës, si shtet sovran, i ka të ndara pushtetit, ne jemi ekzekutivi, fatkeqësisht legislativi nuk është funksional për shkak se do të kemi zgjedhje, por gjyqësori dhe prokuroria vendosin dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, po ato e kanë mbështetjen e plot të qeverisë së Republikës së Kosovës për çka do që nevojitet për ta mbrojtur sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij të plot pa dallim.